Nuk e di për ju, po për vete unë në shkollë gjithmonë kam dëgjuar nga arsimtarët, nga profesorët që Maqedonia ka tokë shumë të pjellshme. Nuk e di a bëhet ende, po ne si fëmina kanë detyruar që edhe të mbjellim nga diçka, dhe unë mbaj mend që kam mbjell fasule, dhe ta çojmë në shkollë për ta treguar edhe procesin e rritjes, lëshimit të rrënjve dhe gjithçka tjetër, dhe nuk e di në fakt a bëhen ende këto gjëra. Mirë po, për të folur pak më shumë për bujqësinë, atë që ndoshta edhe harrojmë ndonjëherë, mirë po nga ku na vijnë edhe produktet tona nga Maqedonia e Veriut, dhe për të folur për atë se si ndikon moti në bujqësi dhe stinët dhe periudhat e ndryshme si luajnë rol në atë se çfarë veprime duhet marrin bujqësit. Për gjitha këto, ne në studio kemi Snirinza Xhelili, i cili është edhe inxhinier edhe agronom, por edhe shumë tituj tjerë brenda për brenda që le të themi të merret më së shumti dhe në shumë dimensione me bujqësinë, por edhe me bujqit. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Është një faleminderim i veçantë që keni marrë një iniciativë të tillë për ta sado pak për të qajtur hallet me bujqit, me prodhuesit tjerë kështu me radhë. Sa shoqëria jep vëmendje bujqësisë? Në bazë të kushteve që janë momentale, për fat keq që nuk bën ta flas këtë, jemi në ngecje kohët e fundit me prodhimin ose me punët tjera për shkak të ndikimeve ekonomike, kushteve klimatike që janë në kohën e fundit mjaft për na shkaktojnë dëme, si dhe ma fatale janë te pemët. Me thonë këto kushte, sepse ngricat janë më të rrezikshme edhe prej smundjeve, edhe prej insekteve, edhe prej berove tjera, kështu që mund të jetë fatale për shkak të temperaturave që kanë qenë. Këto temperaturat ngricat pranverore janë të rrezikshme, të cilat viteve 84-85 dikund në Gjermani, në Evropën lindore dhe perëndimore kanë bërë dëme të mëdha duke i tharë pemët me cifër të madhe të dëmeve. Ju përmendet pak ngricat, ne gjatë kësaj jave kemi folë për atë që janë shkund plakat, dhe unë gjithmonë them që Maqedonia fillon përjeton një pranverë nga marsi, por nga fundit e fillimi prillit ja fut një dëbor, kështu veç sa për thënë, këtu jam ende unë, po diçka, javën e kaluar unë fillova pash lulet në përdrujnë, edhe ajo atmosfera e bukur. Pse ndikon kaq keq ngrica në këtë drejtim? Edhe ne do flasim pastaj se çfarë duhet bëjnë tani bujqësit, po pse ndikon kaq keq te pemët, tek perimet? Ngrica ndikon shumë në mënyrë negative te pemët fritore, sepse ndikojnë ato janë në fazën e lulëzimit, ku atëherë janë më tepër i sulmon këto. Dhe ngricat kur janë në këtë fazë mund dërojnë deri dikund -10 dhe në të posaformuarat dhe themër, atëherë kemi edhe deri në -1 ku të mund të shkaktoj dëmin më tepër, ose në sithe kemi dikund deri -3 dikund ashtu. Dhe me thonë mbi -10 gradë është rrezik për pemet frutore. Dhe me thonë këtu është letheja atje ma qëndrueshme deri dikun -5 dhe këto qerat janë pak ma problem. Ju jeni edhe vetë bujk, çka bënët para këtij të fto? Me thonë, jo më prodhim të modës, kum qenë 20 vite, tani për shkaq që qera i kum lani, i kum shkullë so vjetër ndrutë dhe kushtet në familje ndikohun që të ndalim këtë proces të punës tek molla. Si preventiv, dhe me thonë, 24 dheri 48 orë ka preparatis që ndihmojnë këtire, dhe me thonë ka aminoacide, dhe që quhen në biostimulator, të cilët ndikojnë pozitivisht, bëjnë deri një në farë temperaturët të saktuar mirë, por kur është temperatura minus, atër për fat keq edhe faktorin një riktu s'mund të ndikoj. Ne patëm edhe dëborë. Po, dëbora është pozitiv, nuk ka qenë pozitiv dëbora, nuk është rrezikshme, po këto ftohjet, dhe me thonë, natët e qeta, 2-3 temperatura, kur është rreth herët mëngjesit, atëherë ndodhin këto problemet tek pemët.
që nënkupton ky ftohti mund t'i prish këto sytha të lulet edhe mos të kemi pemë? Ashtu nëse është minus, temperatura mjaft nalt për këto që ka i përmendëm, dhe me thonë është fatale për fatkeq për produesit e modës. Unë, kur bisedoja që do të trajtoj këtë temë në emision, më thanë që kumbullas do kemi dhe qershi do kemi pjesërisht. Sa është e vërtet kjo? Jo, varet vende dhe në çfarë temperatura është ka qenë minusi, duhet të shifet, të dilet në teren edhe të shifet. Është mirë që tani pas kësaj që ndodhi, pas këtine temperaturave të ulta, dhe me thonë çka ka mbet, është mirë që produesit me njëherë të tratojnë me aminoacide ose me alga që t'i ndihmojnë bimës që ta kaloj këtë stres që cila ka stres abiotik dhe biotik dhe që ta përgatitin për më tej bimën. Pra, do të thonë nëse kujdesen mirë, mund ta kalojnë këtë periudhë. Po, do të thonë ajo ndihmon se kemi aminoacide që janë prej bimëve që bima më mirë këto i pranon. Me thonë aminoacidet e lira, këto ndikojnë drejt për drejt dhe më mirë bima i tërheq, ose pema, që të zhvillojmë atë që një fotosintezë të mirë, kur kemi gjetë të shëndosh, dhe me thonë edhe kemi edhe fritin më në fund, si që duhet të jetë i shëndosh. Tani me fotosintezën unë u ktheva në shkollë fillore kur e mësonim çka është fotosinteza. Dhe ishte një tallë që është fototetezja. Ashtu fa. Çfarë faze janë bujqësit tani për momentin? Jemi në prill, janë në fazën e mbjelljes, përgatitjes për mbjellje. Unë si prodhues, unë do flas, nuk do flas në aspektin e agronomisë, do flas si prodhues. Tani janë përgatitjet për mbjelljet pranverore të misrit. Duhet të shfrytëzohet koha kur temperaturat e tokës të arrijnë ngrohtësinë diku 18 gradë, 10-12 gradë Celsius dhe të bëhet mbjellje. Jo me ungut, se të jetë toka e ftohet, po me ngrohjen e tokës, krijohen kushte të ne thonë strategjisht nëse nuk kemi asoj aparati që ta matim poshtë, ulesh në tokë, nëse nuk ndjen ftohtësi, mund të matjesh, e tregoj, mund lirisht të bëhen mbjelljet. Edhe tani janë shumë e rëndësishme që kulturat drithore, këto që kanë grune dhe jelpe, të dalin në produsit, të dalin në teren dhe të shohin me çfarë problemesh kanë bimat, të shohin a u duhet të bëhet trajnimi kundër barojeve gjatë gjëra, gjatë ngushta apo të dilojeve, të shihet për insektet, dhe pa tjetër për shkak të ndrimit të temperaturave tani, duhet që rregullisht kur të bëhet trajnimi në mjetës përkasëve të përdoret aminokyselina, e cila është ose kjo aminoacide, të thonë falni, aminoacide shqip, të përdoren mos së tepërmi për të ndihmuar bimës të kaloj këtë fazë, edhe kur përdorim hel me pesticide, bima prapë shkakton një farë stresi, po që mos që t'i ndihmojmë kësaj e bime, duhet t'i përdorim këto, pa tjetër fungicid, kundër smundjeve dhe insekticid. Rekomandimi jem është kjo, në këtë fazë tani ta mbrojmë, që ta përgatitim bimën për malar të kur të vijë faza e fundit e kësaj, 3 gjethat e fundit janë shumë të rëndësishëm për prodhimin, edhe gjethi i fundit të grurit, është flamuri, ato duhet ta kemi pastër, që të kemi një prodhim të kualitativ në fund, dhe më në fund këtë fazën që e kam edhe unë të krejme për mbrojtjen, që mbrojtje 20 vite i thonë një smundje, është fuzarion të gruni, që përdoret në fillim të lullëzimit dikun deri në 30%, se pjesa jonë e naltë të tova ka tepër lagështi i kemi dhe unë kam tepër problem me këtë smundje, kjo është një smundje që zdallohet letë, nuk e ka pa atë fazën që ka duhet ngell deri 30% ke më pak prodhim. Duhet i rekomandoj produsi që të kushtojnë rëndësi, se në unë u thëmë të gjithve, ose e mbjellën bimën, ose nuk e mbjellën.
kur ta mbjellësh, pastaj do kesh lloj-lloj problemi deri në fund. Përveç këtij kemi edhe problemet pinat që kemi, unë e them është qielli i hapur, fabrikë hapur, me thonë kemi breshër, kemi temperaturat nxehta, kemi lloj-lloj ndryshimesh atmosferike. Mirë po atë punë që duhet ta bëjmë në mënyrë profesionale, ato duhet ta bëjmë se bima, do me thonë është si një fëmijë i vogël, don gradualisht të ushqehet, të mbrohet. Deri në fund, jo me njëherë me nxjerr ushqimin krejt, si dikush që e preferon, që është gabim, në bazë përvojës time, do me thonë, gradualisht, fazën e parë, fazën e dytë, di fazat e para janë të rëndësishme për prodhimin. Shumë me rëndësi janë. Edhe ta mbrojmë, nëse ushqejmë bimën edhe nuk e mbrojmë, është gabim, po edhe pse ekonomikisht është shtrenjtë të trajnohen me fungicide të mira, mirë po bima nuk e din ato. Bima ne duhet ta rregullim deri në fund. Sa kemi mundësi që nuk varet për ne, jo që kanë varet për që tërkuj në alta që s'kemi ndikim. Dhe me thonë fare e mirë, e trajtuar mirë, agroteknika, pregaditja, këto janë një nisje për një fillim të mirë të prodhimit deri në fund. Tash unë kam disa pyetje për krejt kësaj që thatë ju. Na përmendëm pak ndryshimin e temperaturave tek i ftohti, por Maqedonia ka edhe diçka që kemi vetëm 2 javë pranverë dhe pastaj fillojnë ato temperaturat nga 40 gradë. A dëmton edhe kjo bimën edhe prodhimin apo jo? Po, ndikon negativisht edhe nxehti i tepër, domethënë, unë flas për te gruri kur kalon për një atë fazën kur formohet, domethënë, më friti ose koka e grurit. Atëherë është nuk o mirë të ketë temperaturat të larta se dhe e bën më njëherë, me thënë kokën e bën, se me thënë nuk ka kohë shumë, se sa ma gjatë të ri në kohën e vedacit, në kohën e kur formohet, sa ma gjatë të ri gjethi jeshil, dhe me thënë kemi prodhim më të mirë. Po kemi kjo kompania që kjo bashkëpunoj unë, është një kompani, dhe me thonë, është e Bullgarisë, punon me preparatet të Ukrajinës, të Zvicrës, të Gjermanisë, të Italisë, të Finlandës, e ka një prodhim është në liposam quhet, që është kundër këtire nxehtësive, dhe me thonë, a indikon deri në 40 gradë të Celsius e mbron bimën nga të nxehtet, nga këto i bën një shtres gjethit duke mbrojtur, edhe prej nxehtit, edhe kur më efekt më mirë kanë pesticidet kur bëhet, me thënë, bëhet trajnimi, ajo ja formon atë që mos as të nxehti ose as faktore tjerë s'mund të shpërlajnë ato, dhe me thënë është një produkt, top produkt, që është pak i njohët këtu, po ne i kemi ato edhe për bioprodhim, i kemi kush është interesuar, jemi të licencuar për bioprodhim, edhe kemi biofungicide, kemi bunë tjera, aminoacide, me thonë prej trajnimit të farës edhe deri në përfundimin e fundit. Po, sa të ne bujqit janë të trajnum, ka një uri për punën të cilën e bëjnë, sepse shpesher, edhe ju para se të fillojmë bisedën, ju tha që jeni gjenerate tretë që e bëni punën. Edhe shpesher ndodhë që bujqësia të bartet brez pas brezi, dhe sa janë tani bujqit të trajnum, sa dinë për punën që e bëjnë? Unë, në bastë përvojës që kam, shumë pak bujqit që janë të informuar, shoh edhe nga pjesa tjetër e Maqedonisë, ka njerëz që punën me 200-300 hektare tokë të mdoja, dhe me thonë nuk janë ala në gjendje gjëja të themelore të prodhimit, nuk i kanë të njoftume. Me thonë varen për dikuj tjetër, kjo nuk është në rregull. Po edhe ne këto këshilltarët që ka i kemi në për këto vendet, i kemi pak të si me thanë, nuk janë shumë të lëvishëm në teren që dalin me bujqit ose diçka të, se dhe me thanë duhet me pas bashkëpunim me bujqit. Këshilltarët që janë caktuar në për këto vende, kjo nuk është në teren, unë nuk shoh ndonjë aktivitet të mirë për bujqësinë. Po, apo preferojnë tri që ndoshta të shkojnë njëherë në shkollë edhe pastaj të merren me bujqësi ose duket më tepër si zanat që mësohet në teren? Jo të rritë për fat të keq, është ose ardhmëria çdo
çdo puna është rinia. Kjo për fat të keq, unë foli në mesin ku jam, dhe me thonë tokën që punojmë janë mbi 50 e tërma dikun 70 vjetë, dhe me thonë që unë nuk shoh ardhmëri nuk shoh ardhmëri në këtë punë. Se fola edhe kur u krinë këto të kornat, ishte i 21-shit atje dhe filloj të më pjesë se janë çmimet, se janë për fat keq çmimet. Çmimet janë që sharake që një fëmijë kur e dërgon një shqiptare 10 dinar, nuk i merr sot. Ne grunin e kemi dhënë 10 dinar, 11 dinar, me thonë është prej grunit diçka bëhet bukë. Me thonë bukën ne për ditë e marrim. Nuk është diçka për qef, si kafe, ose si duhani, ose më kesh kuptojnë edhe prodhuesi tjerë të duhan, ose punëve tjera. Buka është strategji nëmër 1, këtu nuk i kushtohet rëndësi. Për fat keq, në këtë vendin tonë, dhe me thonë, me qenë në Zvicër, se edhe atje kam qenë shkoj shpesh. Atje janë nëmër 1 prodhuesit. Çka bojnë ato? Dhe me thonë, kur vjen koha që të del prodhimi i Zvicrës, apo parligjanët, ose grunit, ndalet nga jashtë, nuk pranojnë. Derisa të harxhohet i vendit, edhe e këtine të vendit u paguhet më tepër kjo, se sa ata që e bëjmë për jashtë. Dhe me thonë, i stimulon bujqit e vetë. Këtu të ne, në Maqedoninë e Veriut, në ala nuk kemi ne ligjin që të mbron prodhuesin. Se kur do jemi me ligj të mbrojtëm, është pak më ndryshe, dhe me thonë, funksionon. Edhe për atë shumë herë kërkoj që prodhimi të bëhet në mënyrë të sa ka prodhuar njeriu, aq të marrë. Nuk e drejtë që unë që ka marrë 5-6 tonë në hektar, njëjtë, sikur që ai ma pak investon merë 2 tonë, ose faktikisht veç dikush e mbjellën sa të duket të gjelbër për të shfrytzuar subvencionet. Kjo është në këtë pjesën tonë perëndimore, është për fat keq, është fatale. Se ne nuk ka toka shteti, që do toka shteti shka qenë u dhanë ma para edhe janë mbjellë druna ose janë ndërtu banes ose diçka qenë në tokën më pjellore, kjo është të gabim. Apo e shtyn kjo ndoshta çmimi ullët që ne kemi për prodhimet tona vendore, prodhim të parë, gruri, këto që ndoshta të mos kemi shumë bujq sot ne? Jo, ka shumë faktorë këtu. Një prej faktorëve dhe çmimi, por nuk e kemi, me thënë, prodhimin e garantuar. Bujku e prodhon në shembull laknën ose ato punët tjera, kur vjen në fund do del vetë mundohet të shese, kjo nuk është në rregull, nuk është siguri. Do me thonë, los të gruni e kemi ku i dërgojmë, do me thonë, çmimin nuk kemi faktor një që mund të ndryshojmë. Çmimin e ndryshojnë berzat ose punët tjera mirë, po këto mund të ndërhejnë në shembull shteti me ndonjë ndihmë, se berza o berzë, se ne ndryshojmë, por nuk është një të prodhohet në Zvicër edhe të pranohet në Maqedonia. Çmimi i berzës luftohet tonë çmim berze. Po shteti ka metoda tjera, mekanizma tjera, ku mund të ndikoj këtu pozitivisht, që bujqit të kenë vullnet të mbjellin prap kulturën. Si ndjeni që jeni një gjenerate 3 që merreni me bujqësi? Shiqo, jam gjenerate 3, dhe me thonë baba Plaksi, me thonë a marë për para, me bostane. Për pastaj kum pas prindin u dhe i cili prindin i ndjeri, i cili ka konë udheqës në një kombinatë që ka një zik borec, por shkoj në moshë të re, ndroje 60 vjeçare. Hajde me thonë, në ka punuar në atë pagonin e Prelubishti që sot është i privatizuar nga ato holandeze që ishin me këto punët e gjelbërta. Ka udheqen 100 punëtor vetë, dhe me thonë, ai ka pas përvojë të madhe, nuk ka pas shkollë, dokument, se kjo e pak para e flatëm me ti temën e lirë dokumenti, ose është një letër e bardhë, e cila tregon se ke jetë dikush ose agronom. Por nuk punon letrat, me thonë, detire e agronomit është në teren për ditë. Jo në tapë, pikëtu tapë më sugjerime, bëne që po duhet me bujkun të shkosh në teren, të shohësh në basë përvojës që ka bujku edhe në basë konsultimit me ti, që t'ja sqarosh si duhet jetë ma mirë për ata, që të jetë i suksesshëm. Shembull, të ne më përgjithësi, unë kom fillu t'i bëj këto analizat e tokës vetë njëherë, se si jam bëha 100 vetë ose ku njëherë.
E kum pa se si është toka, dhe me thonë, nëse e ka një element, një makroelement, ne shkojmë ja hudhim prapë tepër ato, dhe me thonë, bëjmë harxhime pa nevojë. Dhe thonë, këto është dhe problemi nëmër 1 që kur shkon të mjeku, të bën analizën normal, të shofe si e ku edhe të toka është e njëjta. Po si bëjnë këto analiza në tokë, se të mjeku bërë me analizë gjakë ose me analiza tjera? Këto bërë në mire në mostra prej tokës në disa vende dhe dërgojnë në për institucione ku bëjnë analizën e tokës dhe për atje e shojmë se me qëfar tokë kemi të bëjmë. Se këtena prapë të riplerimi i bujqeve, bujqitojnë riplerojnë faktikisht në basë baba, si ka ripleruar, ose me thanë riplerimi bëhet në basë tokës. Nëse kemi pH-n e ullës të tokës, do të përdorim të ne i thonë tërhanë, ose kam përdaret, 27%, i cili për shkak të gëlqerës dhe kalciumit ndikon pozitivisht mos për prodhim. Kurse nëse kemi tokën e naltë, në me thanë atër bëhet riplerimi me plehra qerë. Toka neutrale është nuk ka problem, me thamë, mund bëhet me qëfar do, nuk kemi negativa. Në të këto qerët, se shpesh të ne e përdori një ple që quhet urea, pse është si azot, është ma i lirë, mirë pa është shumë shpejt avullohet kur është temperatura, ose ai vetë avullohet kur hudhet 14%, se është ple që duhet hudhet në tokë dhe të një në tokë të punoje. Por të ne shka bëjnë, është lirë edhe shkojnë ja hudhin, por e hudhin dhe njerë në një sasi tepër të madhe, sa ajo tepër i përqendrueshëm dhe kemi efekte negative të bima. Me thonë, ajo e ka një limit 50 dhe 60 azot në riplerimin e parë, mund shkoj jo ma tepër se çka bëjmë, me të shojmë bimën i japëm shumë hofe dhe pastaj kur duhet ajo atje t'ja hudhim ato në të fazat tona për atë hudhje në ditë, ajo nuk mërin të ushqej, në me thonë, kalirin e grurit. Edhe kur ta mendoj bisedën që përbëjmë tani, unë ndala dhe thash, dhe më thonë, bujqësia është po aq e komplikume, sa edhe çdo profesion tjetër të cilin e bëjmë? Përveç faktorëve të njeriu, dhe më thonë, kemi edhe faktorët atmosferik nga nalë që dhejnë të aprishin programën, shpesh të te se çdo kompani i bën ato programet, paraforësisht ama ajo ndryshon për momentit dhe njerë që duhet pas çdo, unë të folit e pemët, pas çdo, kur kemi të reshurve, dhe me njerë kemi delë, dhe me thonë, kjo kalon ki programi, duhet të mënirë preventive, me njëherë ka pat të reshura, dhe me thonë, duhet të shkohet, më njerë të bëhet trajnimi. Dhe në fakt, ne pavarësisht që unë do doja shumë të bisedojmë, po do e lëm që të vim me kamera tje në vend. Nuk ka problem, me thonë, unë jam edhe numri im, dhe është këto kush ka nevojë diçka për konsultim, ose pa problem letë lirisht dhe ta ketë përkrahjen time sa do mundemi, në për ketë Maqedonin ku do tjetë. Pështë jem pëshuar kështu që 20 vite t'jap këshilla pa pare, ku më dane dhe prap do vazhdoj. Dhe me thëmë, nuk unë pengohan, atje gjdo që punon duat një ndimë, mas të përvojës time. Po se thamë më parë, se ka gjëje që nuk varen edhe për njerë, dhe me thëmë, mos bëjmë pa nevojë bujqit harxhime, dhe me thëmë, ta shohen se momentin edhe kuri dhe mos me bëjmë pa tepër, se ekonomikisht, unë u thëmë të shumë t'i veqen fshat, është në duket se kohë fundit tani, ose viti fundit, se nëse prap nuk do ketë çmim, me 10 dinar, 11 dinar, faktikisht jemi shumë dobët në prodhim. Por gjithsesi ne do të mbetet flasim për bujqësim, faleminderit shumë.